Një denoncim i mbërritur në redaksinë e Publik.al ngre dyshime serioze për mënyrën se si po trajtohen bizneset dhe qytetarët në Sarandë nga strukturat vendore të policisë. Sipas pretendimeve të përcjella në redaksinë tonë, shefi i Komisariatit të Policisë Sarandë, Gëzim Bashllari, dyshohet se po ushtron presion mbi biznese të ndryshme përmes gjobash të padrejta dhe ndërhyrjes që sipas denoncuesit shkojnë përtej kompetencave ligjore. Në qendër të denoncimit përmenden edhe 2 persona të tjerë, të identifikuar si Arto dhe një servis në ndalje të Sarandës, të cilët sipas burimit shërbejnë si ndërmjetës informal për vendosjen e gjobave apo ushtrimin e ndikimit mbi subjektet private. Më tej denoncimi hedhë edhe dyshime për përfshirje korruptive të drejtuesit vendor të AMP-s në Sarandë. Pretendime që për shkak të natyrës të tyre të rëndë kërkojnë verifikim të plot institucional dhe përgjigje zyrtare. Rasti bëhet edhe më i ndjeshëm për shkak se sipas informacioneve të mbërritura në redaksinë e Publik Media, ka pasur ankesa të shumta nga biznesmen dhe qytetarë të Sarandës, të shoqëruara edhe me foto dhe video, të cilat ngren pikpyetje mbi mënyrën se si policia po interpreton dhe po zbaton ligjin në rastet e ndërtimeve dhe punimeve të ndryshme në territor. Pikërisht për këtë arsye, Publik.al i është drejtuar zyrtarisht Komisariatit të Policisë së Sarandës me një kërkesë për informacion, duke kërkuar të dhëna të detajuara mbi praktikën institucionale të ndjekur gjatë periudhës që drejtohet nga Gëzim Bashllari. Kërkesa synon të sqarojë se si policia bën dallimin mes ndërtimeve realisht të paligjshme dhe punimeve që ligji lejon pa leje ndërtimi, pa deklarat paraprake apo në kuadër të procedurave administrative që nuk përbëjnë vepër penale. Në kërkesën zyrtare, Publik Media ka kërkuar informacion mbi numrin e rasteve të trajtuara si ndërtime të paligjshme, sa prej tyre kanë rezultuar më pas punime të ligjshme, cilat janë kriteret konkrete të përdorura nga policia për të referuar një rast penal, si realizohen verifikimet me Bashkinë Sarandë dhe institucionet e tjera, si dhe sa qytetarë janë arrestuar, shoqëruar, ndaluar apo marrë në pyetje në kuadër të këtyre procedimeve. Po ashtu janë kërkuar sqarime edhe për rastet kur sipas akteve të prokurorisë apo vendimeve gjyqësore mund të ketë rezultuar se veprimet policore kanë qenë të pabazuara, të paligjshme ose arbitrare, për shkak të mosdallimit të saktë mes një ndërtimi të paligjshëm dhe një punimi që ligji e lejon. Ky nuk është thjesht një rast lokal. Nëse pretendimet e ngritura nga denoncuesit rezultojnë të vërteta, atëherë kemi të bëjmë me një problem serioz të ushtrimit arbitrar të pushtetit, me pasoja të drejtpërdrejta për biznesin, pronën private dhe sigurinë juridike të qytetarëve. Nëse rezulton e kundërta, atëherë institucionet kanë detyrim të flasin qartë dhe të hedhin dritë mbi një çështje që ka krijuar klim frike dhe pasigurie në Sarandë. Publik.al do ta ndjekë këtë rast deri në fund dhe do ta bëjë publike çdo përgjigje zyrtare, dokument apo provë që ndihmon në zbardhjen e plotë të së vërtetës. Transparenca nuk është luks, është detyrim.